pak më poshtë, General Clark. Kjo është një raport i mediave, i botuar në gazetën Irish Times, më duket se është i datës 8 qershor. Pak më poshtë, flitet për rritjen jashtëzakonisht të madhe të dhunës etnike midis grupeve serbe dhe shqiptare dje në qytetin e pjesën e veriut, pra në Mitrovicës, ditën e parë, trupat e franceze të KFOR-it u vunë test sa i takon tolerancës etnike dhe hoqën, testuan pra nivelin e tolerancës etnike dhe hoqën pengesat barierat që ndanin qytetin. Pastaj thotë, pak kohë më pas, një turm për 7.000 shqiptarë etnik në mbrojtjen e fuqishme të KFOR-it i kishin marshuar në mënyrë paqësore në lagjet serbe për herë të parë për të shprehur, theksuar dëshirën e tyre për të kthyer në shtëpitë e tyre. Një përplasje filloi midis grupeve të serbëve radikal dhe shqiptarëve, ata u pozicionuan. Unë shkojmë pak më poshtë në cilën në dy anët e urës së lumit Ibër që ndan qytetin në baza etnike dhe që ishte bllokuar nga KFOR-i deri ditën e dieshme. Pati hedhje gursh nga të dy anët, por trupat franceze u vendosën aty dhe ndaluan dhunën e mëtejshme duke arrestuar shqiptarët e Kosovës që përpoqen të hedhnin një granat dorë. Pyetja ime, a ju kujtohet ky tension në Mitrovic? Përgjigje, nuk më kujtohet ky incident. Pyetja, a keni ndjeni për ndonjë përplasje midis forcave të UÇK-s dhe paraushtarakëve serb në Mitrovic në fillim të qershorit 1999? Përgjigje, nuk jam në dieni të ndonjë përplasje midis paraushtarakëve serb dhe UÇK-s, por jam dieni se ka patur një seri përplasjesh gjatë kësaj periudhe. Nuk kam menduar në asnjëherë që ka qenë UÇK-ja. UÇK-ja thuaj se nuk mishte pjesë e kësaj, por ideja që kishte shumë presion nga të dy anët që të përpiqeshin të nxjerrin të largonin shqiptarët nga pjesa e veriut e lumit Ibër. Dhe më duket se kishte diçka me datë aty, kjo është me 16 nëntor. Po cila është data e saktë e incidentit për cilin po flisnim? Misheti që nëse mund të kthehemi pak dëshmitar jashtë, por në shtator misheti që jo është në korrik. Mund t'ju tregoj datën, pak më poshtë ju lutem, shiheni, data është 8 korrik 1999, kur kjo është botuar, pra. Përgjigje po. Pra ka qenë përpara kësaj pyetje. Përgjigje, pra ka qenë menjëherë pas hyrjes, një javë pas, mendoj që mund të ketë mendoj që mund të ketë qenë pas 5 javë, ose diçka e tillë, pasi ne kemi hyrë aty, pra trupat e KFOR-it kanë hyrë. Ka patur shumë lëvizje të tilla si kjo, që po zhbëheshin atë kohë, sepse njerëzit përpiqeshin të pohonin dhe të shfaqnin dhe të vendosin dominimin e tyre. Pra mendoj se nuk mendoj se ka qenë organizuar. Nuk kam kuptuar kur, nuk e kam ndier kur apo patur përshtypjen që kjo ishte organizuar nga UÇK-ja. Këto ishin grupe individuale dhe ka përfunduar, pastaj ka patur shumë lëvizje të tilla ku njerëzit përpiqeshin të vendosin autoritetin e tyre dhe spastrim etnik në pjesën e veriut, në veri të lumit Ibër, në nivel të tillë që unë kam shkuar dhe kam takuar ministrin e jashtëm dhe të mbrojtjes francez në fillim të tetorit. Kam shkuar te sekretari i përgjithshëm i NATO-s, jam ankuar sepse kishte një përpjekje të organizuar të serbëve për të spastruar zonën e veri të lumit Ibër ku Mitrovica ishte shqiptarëve. Kam takuar me ministrin Richard, i cili më tha, jo, ne kemi dhënë urdhra trupave franceze që të mbrojnë serbët në atë zonë dhe të mbështesin ata. Pra, ne kemi patur sa vështirësi lidhur me këtë. Por kjo është mënyra se si trupat e NATO-s funksionojnë.
ka një lloj autoriteti dhe pushteti që është i përket vetë autoriteteve kombëtare, edhe pse janë në kontrollin dhe komandën e NATO-s. Pra, kam bërë thirrje atij, ai nuk ka ndryshuar këtë urdhra, më vonë kam çuar përforcimet e tjera aty për të ruajtur mundësinë që shqiptarët të mund të jetojnë aty. Raportet që po merrën tregonin se doktorët shqiptarë në spitale dhe njerëz të tjerë po detyroheshin të largoheshin nga Serbia dhe po dëboheshin prej aty. Dhe mendova dhe kuptova që ishin paraushtarak serb dhe forca speciale serbe që po bënin këtë gjë. Pyetje faleminderit. Kjo është përgjigje, kjo është mënyra se si Beogradi vepronte. Pyetje faleminderit, zoti kryetar, dorëzoj të 1260 deri në DHT 1260 si provë, gjykatës në një kundërshtim halling jo. Gjykatësi kjo pranohet, sekretari do të marrë provën numrin për materialin 12000434 dhe klasifikimi është konfidencial, gjykatësi mishetisht mund të jetë publike, gjykatësi klasifikohet si publike. Pyetje General Krak, në deklaratën tuaj që keni diskutuar gjithashtu demilitarizimin e UÇK-s në verë të 99-s. Në paragrafin 31 të deklaratës tuaj deklaroni se generali Jackson në mënyrë të rregullt ka bërë takime me komandantin e UÇK-s Çeku dhe komandantin e zonave të UÇK-s me qëllim që të zbatohej demilitarizimi i UÇK-s. Gjithashtu keni diskutuar një takim të tillë ku ju keni marrë pjesë, kur generali Jackson ju ka pyetur juve që të bashkoheshit të ishit pjesë në mbledhjen e Këshillit të Përbashkët për zbatim me qëllim që t'ju drejtoheshit të flisnit me komandantë e zonave të cilët po kundërshtonin përpjekjet për të dorëzuar tërësisht armët. Pyetja ime është, a kuptuat arsyeën sepse generali Jackson nuk mund të thoshte thjesht komandantit Çeku që të nxjellte të lëshonte një urdhër për të plotësuar demilitarizimin dhe pse ai pati nevojë që komandanti suprem i aleatëve në Evropë t'ju drejtojnë në mënyrë të drejtë për drejtë komandantëve, pra juve. Pyetje. Në fakton nuk kam trajtuar këtë çështje kurrë me generalin Jackson, por e dija që ai kishte vështirësi sepse duke qenë që kishin luftuar, ata kishin luftuar individualisht dhe kishin bërë punën e tyre më të mirë dhe maksimum për të mbrojtur popullin e tyre dhe pas ridaljes për të shqiptarëve të Kosovës, kthimit të shqiptarëve të Kosovës në Kosovë, mendoj që UÇK-ja ishte në gjendje në atë pikë që të kishte ndjerë mbështetjen e njerëzve, pra që të kishte një lloj organizimi. Unë nuk e kisha takuar asnjëherë general Çekun më parë dhe pra mendoj që shqetësimi që ata kishin ishte se ata populli i tyre ishte keq trajtuar rënd dhe ata kishin qenë viktima të shtypjes, nuk ishin të sigurt nëse mund t'i besonin NATO-s që NATO e timbronte ata. Nuk kishin padyshim që kishin parë se si trupat UN Profori nën mandatin e UN-it në Bosnjë disa vite më parë nuk kishte qenë shumë efektive në mbrojtjen e për të mbrojtur popullin e Bosnjës, pra e kishin edhe këtë përvojë. Mendoj se generali Jackson donte të shohej aty si një garanci shtesë. Ata më kishin parë në televizor, e dinin që unë isha komandanti suprem dhe se unë mund të ndihmoja ata që të kuptonin se pse duhet të dorëzonin armët dhe por që mund të kishin një lloj dhe të mbeteshin pjesë një organizate që do të vepronte në rastet e katastrofash natyrshme, por ju thash atyre që nuk mund të jeni të armatosur, nuk jeni ushtri. Kjo ka përfunduar tani. Dhe ky është mesazhi që dhash gjatë atij takimi asaj mbledhje dhe ata e pranuan atë. Pyeti, a e kuptuat arsyeën sepse komandantët e zonave duhet ishin të pranishëm në këtë mbledhje? Përgjigje bën një herë pyetjen, a e kuptuat arsyeën sepse komandantët e zonave duhet ishin pranishëm në takimin me juve? Pyetje, mendoj se kjo ishte sepse ata kuptova se ishte një organizatë në nivel rudimentar e thjesht akoma, njerëzit mendoj unë, nuk ishte pra një organizatë, një ushtri e organizuar, nuk ishte që kolonet mund të jepin urdhra kapitenëve dhe kapitenë të jepnin urdhra pastaj togerëve. Këta ishin grupe luftëtarësh të organizuar në nivel rajonal apo lokal, të cilët ishin grumbulluar, mbledhur së bashku për të mbrojtur komunitetin e tyre, bashkitë e tyre. Dhe dikush nga jashtë po përpiqej të ndihmonte ata që të merrnin armë
dikush ju jep të ndoshta atyre dhe stërvitje, ju bën të stërvitje, por nuk ka qenë diçka që ka funksionuar së bashku. Pra, me sa supozimi im apo përshtypja ime ishte që pas si u fut NATO-ja aty, këta persona në fakt u takuan me njëri tjetrin, biseduan, dhe nuk kishte ndonjë nënshtrim apo respektim ndaj ndonjë autoriteti të caktuar. Ta njerëz ishin akoma thoni unë kam bërë pjesën time, kam rrezikuar jetën time, nuk të lejoj ty që të më thuash të bëj këtë apo të bëj atë, pra nuk besoj, nuk kam besim në këtë. Kështu lloj gjërash, kam fjalën duhet t'i kuptojmë këta njerëz, këtë popullsi. Ajo që Miloševići më kishte thënë mua ishte e vërtetë, kam fjalën ata kishin vrarë njerëz dhe ata kishin qenë viktima të një shtypje etnike sistematike për një periudhë të gjatë më shumë se një dekadë përpara ku gjuha tyra nuk lejohej, ata ishin detyruar jashtë larguar nga punat qeveritare, gjuha shqipe nuk pranohej në shkolla dhe kështu me radhë. Pra ata njerëz kishin luftuar, kishin rezistuar dhe ishin në mendjet e tyre të pavarur, mendoj unë. Kjo ishte përshtypja ime kur u takova me ta. Unë i pash këto grupe, ata ishin njerëz vendor, lokal, që kishin rrezikuar jetët e tyre për të luftuar kundër shtypjes. Pyetje, faleminderit general, mendoj që ky ishte qëllimi. Mendoj që ky ishte qëllimi i pranistimit në këtë mbledhje. Pyetje, faleminderit. Në paragrafin 31 të deklaratës tuaj thoni se në këtë takim me komandantët e zonave ju vërejtët se Zoti tha që ishte vetëm në njërën anë dhe nuk merrej parasysh pra nga luftetarët e UÇK-s, dhe që kjo përforcoi pikpamjen tuaj apo mendimin tuaj se sindikimi Zotit tha që tek ushtarët e UÇK-s ishte i kufizuar. Është kjo e saktë? Përgjigjen që se mund ta bëni pyetjen edhe një herë. Pyetje, ta shfaqim në ekran është më lehtë. Të shfaqim në ekran dokumentin 1.00430, ju lutem, paragrafi 31. General, kur të lexoni paragrafin, nëse ju lutem lexoni paragrafin 31 vetëm, thoni kur keni përfunduar që kalojmë në faqen tjetër. Përgjigje, lexova paragrafin 31. Me shëtit kalojmë në faqen tjetër. Përgjigje po, pyetje. A ju kujtohet që në këtë takim ju pat zotin Thaçi që qëndronte vetëm, ndërsa komandantët e zonave ishin rreth jush dhe general Qeku, dhe kjo përforcoi mendimin tuaj se sindikimi i Zotit Thaçi mbi UÇK-n ishte i kufizuar. Përgjigje, po, unë kam shikuar atë, më kujtohet që e kam parë zotin Thaçi, kam shikuar sepse ishte zëdhënës, ishte i pastër, i veshur mirë, ishte duke më perëndimor se të tjerë, nuk duke se kishte qenë në pyll duke luftuar një vit rresht ose 2 vit rresht. Dhe ishte qartë se nuk ishte përgjegjës aty, nuk komandonte aty. Përgjigje, pyetje, faleminderit general. Përgjigje, ai ishte aty. Ai ishte njëri prej personave që njihja më mirë. Unë nuk isha takuar më parë me Qekun, por nuk mund të merresha me këtë çështje përmes Thaçit. Nuk ishte ai përgjegjës aty.